Gjashtë shenjat me një bukuri natyrore. A jeni dhe ju ndërmjet tyre? Le të fillojmë me peshqit, bukuri që të vret me ëmbëlsi. Peshqit nuk janë thjesht të bukur, por ato duken magjik. Kanë një fytyrë engjëlli që të bën të besosh se parajsa ekziston mbi tokë. Bukuria e tyre është e rrjedhshme, si deti. Herë duken si fëmijë të pafajshëm dhe herë si qenie që kanë jetuar 1000 jetë. Sytë janë pika e tyre më e fortë. Janë sy që flasin, sy që të mbysin në një oqean. Edhe kur qajnë, peshqit duken të bukur, se loti i tyre shkëlqen si diamant. Kanë një bukuri që të bën t'i mbrosh, një delikatesë që të thyen zemrën pa të prekur fare. Kush i sheh harron ku ndodhet. Shenja e dytë me bukuri natyrore është peshorja, perfeksion që të verbon. Nëse Zoti ka patur një vizion për bukurinë, ajo ka qenë peshorja. Çdo gjë tek ata është në ekuilibër hynor. Peshorja është shenja që e bën që edhe xhinset e grisura të duken si një fustan balloje. Fytyra, ato kanë tipare të gdhendura, buzëqeshin që hap dritat, si dhe një lëkurë që duket sikur ushqehet me dritë hëne. Stili nuk është vetëm trupi, por edhe mënyra se si lëvizin. Peshorja nuk ecën, duket sikur vallëzon. Ka një bukuri aristokrate që të bën të ndihesh sikur po flet me një mbretëresh apo princ, edhe nëse jeni duke ngrënë bukë dhe djath. Luani, zjarri që të djeg syt. Luanët nuk lindin për t'u fshehur, lindin për t'u adhuruar. Bukuria e tyre është goditëse, është si një shuplak drite që të vjen sapo hapet dera. Ka një bukuri krenare, me kokën lart dhe gjoksin përpara që të detyron t'i shohësh. Prezenca. Ato kanë atë mollëzën e faqeve pak të lartë dhe një shikim që të thotë, unë jam këtu, bota është e imja. Flokët e tyre gjithmonë me volum, gjithmonë në qendër të vëmendjes. Magnetizmi. Bukuria e luanit është autoritare. Ti nuk i thua dot jo një luani sepse bukuria e tij të dominon. Është një bukuri që të jep energji, që të ngrohë si dielli i gushtit. Akrepi, bukuria që të lë pa gjumë. Akrepi ka bukurinë më të rrezikshme të zodiakut. Nuk është bukuri që të bën të qeshësh, është një bukuri që të bën të dridhesh. Ka diçka misterioze që të tërheq si magneti që tërheq hekurin. Ti e di që do lëndohesh, por prap nuk ja ndan dot syt. Shikimi. Akrepi të sheh sikur po të zhvesh shpirtin. Kanë ato sy të mprejtë, shpesh me vetulla të trasha dhe të rregullta që japin fytyrës një forcë të jashtëzakonshme. Bukuria e tyre vjen nga ajo që nuk tregojnë. Kanë një buzëqeshje të fshehur në qoshe të buzës që të bën të mendosh. Çfarë po mendon ky njeri? Akrepi është si ato thesaret e fshehura në fund të greminës, të bukur, por duhet guxim që t'u afrohesh. Demi, bukuria e tokës dhe luksi natyral. Demi nuk ka nevojë për xhingla mingla. Bukuria e demit është si e pema e fortë me rrënjë në tokë. Është e shëndetshme, e plotë dhe e palëkundur. Afrodita, mbretëresha e bukurisë, i ka dhënë demit shije të larta. Fytyra dhe trupi. Zakonisht kanë tipare shumë të rregullta, një qafë elegante dhe buzë që duket sikur janë vizatuar me dorë. Ka diçka të shtrenjtë tek demi që edhe kur veshin një bluzë pamuku duket shumë luks. Aroma dhe prekja. Demi ka një bukuri që të fton ta prekësh. Kanë lëkurë të butë dhe kanë një rrezatim që të jep siguri. Kush rri pranë një demi ndjen një qetësi dhe një bukuri që të ngop shpirtin. Shigjetari, bukuri e egër dhe e lirë. Nëse doni të shihni bukurinë që nuk njeh kufi, shihni një shigjetar. Ato kanë shkëlqimin e aventurës në sy. Bukuria e tyre është sportive, energjike dhe shumë e gjallë. Ata nuk rrin dot para pasqyrës me orë të tëra,
sepse bukuria e tyre buron nga lëvizja. Buzëqeshja është arma e tyre më e fortë. Një shigjetar kur qesh, I qeshin dhe sytë dhe shpirti. Ka një trup elastik të fortë dhe një dritë që të kujton perëndimin e diellit në maj të malit. Sytë kanë një shikim që të sheh larg, sikur po kërkon diçka që të tjerët nuk e shohin dot. Është një bukuri që të bën të duash të ikësh me të në fund të botës, pa pyetur se ku shkon.